Gjykata kushtetuese do të mblidhet sot lidhur me ankimin e qeverisë për pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Pas vendimit të GJKO pati një ankimim në kushtetuese nga ana e qeverisë, ku kryeministri pretendon se vendimi i gjykatës është antikushtetues, pasi ka ndërhyrë në kompetencat e tij. Gjykata u mblodh fillimisht të njëjtën e javës që lan pas, por mbledhja e kolegjit u shtyp për sot, ku do të vendos nëse do të kalojë në seancë plenare kërkesa e qeverisë apo jo. Në kërkesën e dërguar në kushtetuese, Këshilli i Ministrave thotë se vendimi i gjykatës së posaçme për pezullimin nga detyrat të zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë ndërhyn drejt për drejt në kompetencat e 3 organeve të shtetit, kryeministrit, presidentit dhe kuvendit. Sipas qeverisë, Belinda Balluku nuk mund të pezullohej nga detyra, pasi në cilësinë e antare së qeverisë gëzon të drejtat si deputete. Qeveria në argumentet e saj i referohet nenit 103 të Kushtetutës, ku shprehimisht thuhet: ministri mund caktohet kushdo që ka cilësitë për deputet, ministri nuk mund të ushtrojë asnjë veprimtari tjetër shtetërore dhe as të jetë drejtues ose antar i organeve të shoqërive fitimprurse, dhe e treta, antarët e Këshillit të Ministrave gëzojnë imunitetin e deputetit. Lidhur me vendimin e GJKO, reagoi dje edhe kryeministri Rama. Ai u shpreh se nuk ka asnjë presion ndaj kushtetueses, teksa vijon këmbkul se ka shkelje të Kushtetutës. Të shohim sot se çfarë do të vendos kushtetuesja, nëse kryeministri legjitimohet ta vërë në lëvizje për këtë rast apo jo.